E pra të dashur ndjekës të mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Rrëfime Jete, për të rrëfyer një histori pranë jush. Sekretarja e punës së burrit rezulton që të jetë dashnorja e burrit. U prezantua si sekretare dhe më pas doli dashnore. Nuk e kam menduar kur se një ditë do të rrëfeja këtë histori. Jo sepse unë dua ta rrëfej, por sepse dhimbja që mbaj brenda është të bërë më e rëndë se heshtja. Për vite me radhë kam qenë gruaja që besonte. Besoja verbërisht ajo që në fakt mbronte familjen edhe kur zemra i dridhej nga dyshimet. Por ajo që në thelb unë zbulova, më shkatroi krejtësisht si grua, si bashkëshorte, edhe si nën. Jam martuar e re. Burimi ishte dashuria ime e parë. Njeriu për të cilin lash shumë gjëra pas. Ndërtuam një familje. Sollëm në jetë fëmijë dhe kaluam vështirësi që mendova se në thelb na bën edhe më të fortë. Ai punonte shumë. Shpesh kthehej vonë në shtëpi. Por unë në asnjë mënyrë nuk ankohesha. I thosha vetes po lodhet për ne. Një ditë më tregoi se në zyrën e tij kishte punësuar një sekretare të re. Na duhet dikush i rregullt, profesional, më tha mua, ndërsa unë buzëqesha. Se mendova dy herë. Çfarë gruaje dyshonte burri i saj pas kaq shumë vitesh martesë? Sekretarja quhej Arta. E re, e bukur, gjithmonë e rregulluar, me një buzëqeshje që të bënte të ndihesh në siklet. Kur erdhi për herë të parë në shtëpinë tonë për një darkë pune, më përqafoi edhe më tha: "Jeni shumë e fat që keni një burr si ai." Në fakt nuk e dija atëherë se ajo fjali ishte tallje me mua. Me kalimin e kohës, burri im filloi që të ndryshonte. Telefoni nuk i ndahej nga dora, filloi që ta mbante gjithmonë me vete, madje edhe në banjë. Mesazhet i fshinte shpejt, thirrjet i përgjigjej jashtë shtëpisë. Kur e pyesja më thoshte punë, stres, klient. Ndërsa unë zgjodha që të besoja, sepse dashuria shpesh na bën edhe të verbër. Filloi që të vonohej gjithmonë më shumë. Të shtunave kishte mbledhje urgjente. Parfumi i tij u bë më i fortë dhe rrobat më të kujdesshme. Nuk ishte më burri që njihja, por prap e mbroja me shpirt. Edhe kur shoqet më thonin, "Ki kujdes", unë përgjigjesha jo, burri im në asnjë mënyrë nuk është i tillë. Një mbrëmje, ndërsa i flinte, telefoni i tij ra. Një mesazh ku zemra më rau fort. Nuk e kisha bërë kurrë më parë, por atë natë mora telefonin, e hapa mesazhin dhe aty u rrëzua bota ime.
Na mungon dhoma jon, dua të ndjej përsëri. Duart më dridheshin, vazhdova të lexoj, mesazhe dashurie, premtime, takime sekrete dhe emri Arta, sekretarja. Gruaja që kisha futur në shtëpinë time, dashnorja e burrit tim. Nuk bërtita, nuk qava, ula në errësirë dhe ndjeva diçka që nuk e kisha ndjerë kur më parë. Vdekjen e besimit. Gjithë vitet e sakrificës mu shfaqen si film para syve. Netët kur e prisja, ditët kur i mbaja fëmijët vetëm, besimi që në fakt unë i dhash pa kushte. Të nesërmën e përballa, nuk e mohoi. U përpoq që të justifikohej. Ishte gabim, ndodhi. Më kuptoi në punë. Në atë moment kuptova se tradhtia nuk ishte vetëm lidhja e tyre, por gënjeshtrat që më kishte thënë për vite. Sot ende jam në këmbë. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse duhej të isha e fortë për veten dhe fëmijët e mi. Kam mësuar se ndonjëherë armiku nuk vjen nga jashtë, por nga ata që i ke futur në jetën tënde me besim të verbër. Këtë rrëfim po e bëj për çdo grua që ndjen se diçka nuk shkon. Por hesht nga frika. Mos e mbyllni zemrën ndaj së vërtetës, sepse dhimbja e së vërtetës është më e lehtë se dhimbja e një gënjeshtre që në fakt zgjat me vite. Dhe ky është rrëfimi i kësaj zonje, një tradhti që në fakt ajo e besonte sikur të ishte një afrimitet i vërtet. Sekretaret kanë qenë historira shpeshherë të dëgjuara në shoqërinë tonë. Këshilla ime që do të kisha dhënë në këtë rrëfim është që le të kuptojmë që familja ka shumë vlerë. Le të kuptojmë rëndësinë e saj, le të kuptojmë vendin e saj. Familja është gjithmonë pranë nesh dhe familja është ajo që në fakt duhet të duartrokitet dhe të vlerësohet. Dhe për këtë pikë, unë them që gjëja më e bukur në jetë është gjëja që ne i falim dashuri familjes dhe jo ta shkatrojmë atë.